Ish kryeministri i përfshirë në aferën Çez Dia, për të cilën kreu i opozitës Lulzim Basha akuzoi Ilir Metrën, është Vilson Ahmeti. Ai rezultoni dokumentuar nga hetimet e paraqitura në arbitrazh, si njeriu që ka përfituar nga kjo aferë. Ish kryeministri Vilson Ahmeti është vëllai i Petrit Ahmetit, këshilltar në enti rregullator të energjisë në momentin e lidhjes së kontratës dhe person kyç në negociatat që i paraprin futjes në skenë të Dias. Ai kishte njohje me Kastrioti Ismailajin, të akuzuarin kryesor për përfitimet nga fondet e Çez. Dokumenti i QKR-s tregon se Petrit Ahmeti dhe Kastrioti Ismailaj kanë themeluar në prill të 2010-s shoqërinë Aset. Ata rezultojnë bashkë aksioner në këtë kompani, që ka si aktivitet të përgjithshëm softwaret dhe programet e ndryshme. Ish drejtori Çez Hejsek ka deklaruar në dëshminë e tij se ka qenë Kastrioti Ismailaj që ka njohur bujarën e Pravishtën, në atë kohë kreu i ere me Ahmetin. Lidhja mes tyre ka qenë e fortë për sa kohë funksiononte kompania e përbashkët Aset. Këtu nuk përjashtohet as ish kryeministri Vilson Ahmeti, i cili në dokumentat e arbitrazhit përfshihet si personi me njohje dhe influencë, duke vënë në dispozicion edhe një kompani për të përfituar fondet e Çez. Në vitin 2014, një raport kontrolli i drejtorisë së tatimeve të Tiranës dëshmon për paratë e marra nga Dia për punë të pakryera prej saj. Sajti lajmeve Newsbomb thekson se kompania AIC, ku është pronar ish kryeministri Vilson Ahmeti, ka përfituar nga Dia rreth 170 milion lek për punimet të pakryera për llogari të kompanisë së energjisë Çez. Për punët e pakryera nga kjo shoqëri, inxhinierit të degës nuk ju vendosën dokumentacionet në dispozicion që të vërtetonte kryerin e këtyre punimeve. Fatura e lëshuar nga kompania Nerajda SHPK ka përshkrimin, mbështetje dhe asistencë logjistike për arkëtim të detyrimeve. Nuk ka dokument shoqërues që të vërtetoj kryerin e këtyre shërbimeve, shkruhet në raport, cituar nga Newsbomb. Kjo do të thotë se lekët për kompaninë e ish kryeministrit Vilson Ahmeti janë dhënë, por nuk është kryer asnjë punë. Skema e bashkëpunimit Kastrioti Ismailaj, Petrit Ahmeti, Vilson Ahmeti është e qartë. Petrit Ahmeti, që ishte këshilltar në ere, ishte garancia e Dias në raport me Çez. Dokumentat dhe deponimet në arbitrazh tregojnë se Petrit Ahmeti është njeriu që ka përgatitur dokumentat për Pragën, në mënyrë që kompania Dia të merrte borxhet e pambledhura për llogaritë të Çez. Dokumentat e mësipërme tregojnë për lidhjen e ish funksionarëve të lartë në këtë aferë. Kastrioti Ismailaj ka krijuar kompani me Petrit Ahmetin, këshilltar në ere dhe vëllai i Vilson Ahmetit. I ka dhënë punë kompanisë së këtij të fundit për të përfituar fonde nga afera Dia Çez. Një qendrim politik pas publikimit të dokumentave të reja vjen nga LSI, kryetari i grupit parlamentar të Lëvizjes Socialiste për Integrim Petrit Vasili. Kryetari i grupit parlamentar të Lëvizjes Socialiste për Integrim Petrit Vasili deklaroi se kjo çështje e brendshme e Partisë Demokratike. Duke analizuar dy anë të problemit, bërjen gjithmonë e mëqesharake të akuzave ndaj Ilir Metrës dhe një rëndimi të madh progresiv të problematikës në brenda Partisë Demokratike, duke filluar nga ish kryeministri Berisha dhe zyrtarët e lartë, dhe kjo lidhet në mënyrë të veçantë dhe me një sjellje drejt për drejt që Partia Demokratike ka për një problem të brendshëm në funksion të luftës brendshme të saj.